Pas publikimit të pamjeve nga dasma e tij me partneren, Eronita, këngëtari i njohur Blero është ndëruar sërish në një nga emrat më të komentuar në rrjetet sociale dhe mediat roz. Dasma, e cila u zhvillua në një atmosferë festive dhe intime, u shoqërua me momente të shumta gëzimi, vallëzimi dhe emocioni, duke reflektuar një kapitull të ri në jetën personale të artistit. Pamjet e shpërndara në rrjet treguan një Blero të buzëqeshur, të relaksuar dhe të përqendruar te momenti. Çka u prit fillimisht me urime të shumta nga ndjekësit, miq dhe kolegët e tij nga bota e muzikës. Megjithatë, krahas urimeve dhe mesazheve pozitive, shumë shpejt u rikthyen edhe komentet ironike dhe skeptike, të cilat lidhen drejt për drejt me faktin se kjo është martesa e tretë për këngëtarin. Publiku nuk harroi të rikujtojë lidhjet e tij të mëparshme, fillimisht me aktoren Teuta Krasniqi dhe më pas me modelen Afrona Dika. Marrëdhënie këto që kanë qenë për një kohë të gjatë në qendër të vëmendjes publike dhe mediatike. Përpasoi rrjetet sociale u mbushën me komente thumbuese si: uroj të jetë torta e fundit, si nuk përton të martohesh kaq shpesh, apo edhe nuk pas ka punë tjetër veç të martohet e të ndahet, duke kthyer jetën sentimentale të artistit në një temë debati që zgjati për disa ditë me radhë. Këto reagime nxorën edhe një herë në pamënyrën se si figura publike shpesh përballen me gjykime të vazhdueshme mbi jetën e tyre private, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëdhëniet personale. Në rastin e Bleros, çdo hap i ri në jetën e tij duket se analizohet në detaje, duke u krahasuar me të kaluarën dhe duke u shoqëruar me paragjykime e komente të forta nga një pjesë e opinionit publik. Pavarësisht kësaj vale reagimesh, Blero zgjodhi të mos përfshihet në debate apo replika të drejtpërdrejta me ndjekësit skeptik. Në vend të kësaj, ai preferoi një qasje më të qetë dhe ironike, duke e trajtuar situatën me maturi dhe pa tension. Reagimi i tij erdhi përmes një postimi të shkurtër në rrjetet sociale, i cili u konsiderua nga shumë kush si një përgjigje elegante ndaj kritikave. Në një foto nga dasma, ku këngëtari shfaqet duke kërcyer dhe duke shijuar atmosferën festive, ai shkroi: "Ai ju duket sikur më gëzuar për dashurinë." Ky mbishkrim, ndonse i thjesht, u pasi një mesazh i qartë se ai nuk ndikohet nga komentet negative, dhe se zgjedh të fokusohet te dashuria dhe lumturia që po përjeton në këtë moment të jetës së tij. Në këtë formë, Blero la të kuptohet se zhurma në rrjet nuk ka ndikim në qetësinë dhe vendimet e tij personale. Komenti i tij u interpretua gjerësisht si një përgjigje ironike ndaj kritikave, por njëkohësisht edhe si një deklaratë e heshtur se ai po jeton këtë fazë të jetës me qetësi dhe vetbesim. Postimi u shpërnda me shpejtësi dhe mori një numër të madh reagimesh, duke gjeneruar sërish diskutime të shumta në platforma të ndryshme sociale. Një pjesë e konsiderueshme e ndjekësve dhe fansave të tij i dolën hapur në mbrojtje, duke theksuar se dashuria nuk ka një numër të saktë dhe se çdo njeri ka të drejtë të provojë sërish për të gjetur lumturinë. Shumë komente nënvizuan se martesa është një zgjedhje personale dhe se dështimet e së kaluarës nuk duhet të përdoren si argument për të gjykuar të tashmen apo të ardhmen e dikujt. Të tjerë shprehën bindjen se rëndësi ka vetëm fakti që dy njerëz vendosin të ndajnë jetën bashkë me sinqeritet dhe ndjenja të vërteta, pavarësisht se çfarë ka ndodhur më parë. Në tërësi, reagimi i Bleros u pa nga shumë si një shembull i një qëndrimi të pjekur përballë kritikave publike. Pa sulmuar askënd dhe pa u justifikuar, ai zgjodhi të flasë përmes një mesazhi simbolik, duke treguar se është i përqendruar te e tashmja dhe te lumturia personale. Në fund, kjo situatë nxori në pa edhe një herë kontrastin mes jetës private të artistëve dhe mënyrës se si ajo perceptohet nga publiku, duke rikujtuar se pas figurës publike fshihet gjithmonë një njeri me ndjenja, zgjedhje dhe të drejtën për të qenë i lumtur. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.